Padyshim, domethënë në fillim desha të uroj për procesin demokratik në Kosovë, që ishte një proces i rregullt dhe pa konflikte të mëdha, pa probleme të mëdha. Kjo ka një rëndësi të madhe për sistemin që ndërtojmë ne si shtete. Vetëvendosja u tregua edhe një herë që është subjekti më i madh politik në Republikën e Kosovës. Vetëvendosja tregoi se është subjekt më serioz dhe subjekt politik që pretendon dhe tenton të marrë qeverinë me çdo kusht pa kompromise dhe i arrin çdo herë qëllimit e vet, si duke subjekte të tjera politike si PDK-ja, LDK-ja nuk kanë qenë aq serioze në dëshirën për të marrë pushtetin, nuk kanë aq entuziazëm për të marrë pushtetin dhe kjo padyshim reflekton në masë, reflekton tek qytetarët dhe kur qytetari nuk të sheh serioz që të pretendon ose tenton të marrë pushtetin, atëherë dihet se të penalizon. Dhe në këtë rast, domethënë, penalizuan nëpërmjet votës. Ajo që ishte dallimi nga zgjedhjet e kaluara, padyshim që u pa një rritje tek vetëvendosja. Mund të arsyejtojmë apo mund të gjejmë me qindra arsye se pse vetëvendosja kishte rritje për momentin, domethënë, në këto zgjedhje të fundit. Mund të ishte ajo pjesë e viktimizimit se u bllokua dhe nuk e lënin ta formojë qeverinë. Mund të qenë me qindra arsye, por një është e sigurt, vetëvendosja fitoi